Amber, senatori i shtetit të Misurit. Është nder dhe kënaqësi për mua që në emër të shoqatës amerikane shqiptare Nën Tereza, si dhe në emër të komunitetit shqiptar Sant Luizit, t'uroj gjithëve gëzuar 100 vjetorin e shpalljes pavarësisë, kësaj dite të madhe të historisë popullit tonë, kur në Florë me 28 nëntor 1912 u ngrit flamuri kombëtar. Këtë ditë mori fund dhe robëria shekullore mbi Shqipërinë. Edhe ne si pjesë e atij vendi, se të gjithë shqiptarët e tjerë kudo që ndodhen, mblidhemi për të festuar këtë ngjarje të madhe historike. Mblidhemi për të kujtuar bijtë dhe bijat e këtij trolli që derdhën gjakun për liri e pambarësinë. Ne jemi krenarë dhe të lumtur që kemi një mik të madh dhe të sinqert që na gjendet pranë dhe na ndihmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më lejoni që në radhë të parë të përgëzoj zonja dhe zotrinj që u morën me organizimin e kësaj feste. Gazmenda Afdyli, Asim Hysaj, Elona Murati, Petrit Krasniqi, Endria Gastra, Fitim Halimi dhe Ylli Fetau. Një falënderim i madh të shkojë për sponsorit tanë, të cilët ndihmuan në organizimin e kësaj mbrëmje. Vushaj Kompani, World Travel, Apollonia Restaurant, Rais Bar, Hysaj Kompani dhe Royal Orleans. Dhe një falënderim tjetër shkon për donatorët e kësaj mbrëmje. Michael Bar, Berix Restaurant, People National Bank. Paqja, dashuria, lumturia dhe bekimi i Zotit qofshin gjithmonë me ju. Rrofsh Shqipëria etnike, rrofshin shqiptarët kudo që ndodhen. Thank you. Come on, Emma, we have to fight Brianna. Në këtë premje të madhe, në këtë përvjetor të 100 vjetorit të pavarësisë në vëdhërë tonë, ne e festojmë këtu në Amerikë, në qytetin e Sant Luisit, i ftuar në këtë mbrëmje është zoti Jim Deleke, është senator i distriktit nëmër 1 të South City e South County. Happy Independence Day. It is very good to be with you this evening. Është shumë mirë që të jemi së bashku këtë mbrëmje. I have represented the 1st District, South County and South City for the last 10 years. Kam përfaqësuar distriktin nëmër 1 për South City dhe South County për 10 vitet e fundit. Bahar and Arthur over at my table have been giving me a history lesson about Albania. Behari dhe Arturi në tavolinën time më kanë dhënë një mësim historie për Shqipërinë. I've learned a lot about your history. Kam mësuar shumë për historinë tuaj. I've often said that in America, many Americans have collective amnesia and don't know their history. Kam thënë çdo herë që këtu në Amerikë shumë amerikanë nuk mbajnë mend, nuk e dinë historinë e tyre. It is crucial and very important for all Americans and everyone that comes to this country from around the world to know their history. Është shumë e rëndësishme për amerikanët dhe për të gjithë njerëzit që vinë nga çdo vend i botës të dinë historinë e tyre. I applaud you all for remembering. Ju dua trokas që të gjithëve që e mbani mend këtë ditë. I look forward to getting to know all of you and serving you in the future. Ju dua shumë dhe dua që t'ju shërbej sa më shumë në të ardhmen. Thank you very much for having me this evening. Faleminderit
përshëndesim dhe urojmë punë të mbarë Mr. Jim. Është një mik i komunitetit tonë. Ne kemi votuar dhe do votojmë përsëri. Për të, nëpërmjet tij ne falenderojmë gjithë popullin amerikan, shtetin e Amerikës, por sidomos ne përshëndesim dhe u falemi me respekt tri figurave madhështore që janë miq tanë më të shtrenjtë. Është presidenti Wilson, i cili nuk lejoi coptimin e Shqipërisë. Presidenti Clinton, i cili çliroi një pjesë të mëndëverë tonë. Dhe presidenti Bush, i cili firmosi pavarësinë e Kosovës dhe të gjithë po luftojnë së bashku për na ndihmuar dhe për të inspiruar tokat tona nga pushtuesit e muajit. I falenderoj shumë dhe miropafshim dhe miru takoshim në takime të tjera. Të nderuar bashkombas dhe ju të gjithë të pranishmit, ju përshëndes dhe ju uroj 100 vjetorin e shtetit shqiptar dhe ditën e flamurit kombëtar. Me 28 nëntor 1912, dhe më thëmë plot 100 vjetë më parë, pas luftrave dhe sakrificave të vazhdueshme të bijve dhe bijave më të mirë të kombit. Në Vlorë, atletari i madh Ismail Qemali me shokët nga varë trojës shqiptare shpallën pavarësinë e Shqipërisë dhe ngritën flamurin kombëtar. Në konferencën e Londrës e coptuan Shqipërinë duke janë leksuar shteteve shoveniste përreth, trojeve shqiptare, Kosovën, troje shqiptare në Maqedoni, Malizi, Shamëria dhe Kosova Lindore. Presidenti Wilson, i cili nuk lejoi coptimin e Shqipërisë në konferencën e Parisit në vitin 1990-1920. Presidenti Clinton, që firmosi çlirimin e Kosovës, dhe presidenti Bush, që përvosi pavarësinë e Kosovës dhe organizoi marrëveshjen e Ohrit në 2001 për të drejtat e kombit tonë që jeton në Maqedoni. Megjithatë, kemi arsye që kësaj feste t'i gëzojmë
më shumë edhe për faktin se edhe Kosova tani është e pavarur. Ju ftoj nga ky vend që të zotohemi se do të vazhdojmë betejën e kësaj të drejtë të patjetëshueshme. Edhe një herë, urime dhe gëzuani shqipjatorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe ditën e flamurit, me shpresa që sa më shpejt të realizohen synimet tona drejta. Faleminderit.